Qartë. Po ashtu lejon edhe replikat në sekondazh të shkurtër, nëse keni diçka për këtë temë. Sa i përket replikave, është viti, domethënë 2025, kemi një qeverisje qere këshikullore, edhe nuk e di a kanë turp me i kërku qytetarit vot edhe të ja premtu prap furnizimin me ujë të pishëm. Investimet që janë bërë në Ujësjells nuk ka pas memorandume bashkëpunimi me kompaninë regionale bifurkacioni, ku është dashtë konsultohen ekspertet nga bifurkacioni, mirë po komuna e Kaçanikut krye në vete ka fillu shtrirjen e rrjetit në disa fshatra në qytet, disa gypa që janë ndrru, ku është zvoglu edhe kapaciteti i gypave. Kjo është gjendja. Qytetarët s'kan ujë, ka pagesa të kyçes në Ujësjells, domethënë edhe qytetarët prapë s'kan ujë. Ta marrim një përgjigje?